Në qarkun e Gjirokastrës, objektet e trashëgimisë kulturore dhe fetare kanë qenë pjesë e rëndësishme e agjendave turistike gjatë këtij viti, duke shënuar një interes të lartë nga turistët vendas dhe të huaj. Kishat, xhamit, monumentet e kulturës dhe sitet historike janë vizituar gjerësisht, duke kthyer turizmin kulturor dhe fetar në një nga pikat më tërheqëse të këtij qarku. Numri i vizitorëve në rajonin Jugor ka pasur një rritje të konsiderueshme, duke patur parasysh dhe shtimin e vizitorëve në zonën e Përmetit, ndërkohë që kisha e Labovës të Kryqit, apo edhe xhamia e Pasdarit, apo kisha e Leusës në zonën e Përmetit janë disa nga objektet e kultit më të vizituara për shkak të vlerave të tyre historike, po dhe arkitektonike të cilat mbartin kontekstin e afreskeve apo dhe historisë të objektit të kultit në veçantë. Sipas drejtorisë rajonale të kulturës, ky interes i shtuar lidhet edhe fal promovimit të vazhdueshëm të këtyre objekteve, restaurimet e kryera dhe përfshirjen e tyre në gyda turistike. Ndërkohë që rritja e numrit të vizitorëve në gjithë rajonin Jugor ka të bëjë dhe me faktin që është rritur promovimi i këtyre siteve të trashëgimisë kulturore, po jo vetëm kulturore, por dhe natyrore, gjithashtu edhe investimeve të kryera në qeveria shqiptare, sidomos në zonën e banjave termale të Bënjës, ujrave termale të Bënjës, të cilat bën një lidhje midis trashëgimisë natyrore ku janë ujra termale, trashëgimisë kulturore të cilat është ujra e Katiut apo vetë fshati Bënjë dhe kisha e këtij fshati. Që parashikohet edhe një investim në këtë zonë, në zonën e Bënjës, të kryer në bashkëpunim me Agjencinë Italiane për Zhvillim IACA. Pra, në gjithë këto investime dhe në gjithë promovimin e kryer në rajonin Jugor, kemi edhe një sjesë të përpasur dhe një shtim të numrit të vizitorëve. Trashëgimia kulturore dhe fetare mbetet një aset i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit dhe ruajtjen e identitetit historik të zonës.